Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Lamberto Zanier ka shprehur në Tiranë shqetësimin e tij lidhur me fenomenin e infiltrimit të elementeve të lidhur me krimin e organizuar në administratë dhe politikë. Në takimin me kreun e shtetit Bujar Nishani, duke folur edhe në kontekstin e zgjedhjeve të ardhshme lokale, Zanier kërkoi që kjo çështje të ndiqet me përparësi si një problem serioz. Jemi të shqetësuar me fenomenin e infiltrimit të elementeve kriminal në administratë, përfshirë në kontekstin e zgjedhjeve të ardhshme lokale. Kjo gjë duhet të ndiqet me përparësi si një çështje që përbën problem serioz, ndërsa për ne shqetësuese është gjithashtu edhe polarizimi i fortë i situatës politike në vend, gjë që mund të dëmtojë avancimin e mëtejshëm të vendit drejt integrimit evropian. Ndërkaq në takimin me kreun e Kuvendit Ilir Meta, sekretari i përgjithshëm i OSBE-s, shprehu mbështetjen e OSBE për realizimin me sukses të reformës territoriale, ndërsa Meta tha se mazhoranca ka vullnet maksimal për aplikimin e standardeve të zgjedhjeve në nivelin më të lartë. Lideri i opozitës në takimin me Zanier ka shprehur disa shqetësime që ka opozita në prag të zgjedhjeve. Sipas tij, mazhoranca po bën përpjekje për të ndryshuar vullnetin e zgjedhësve, ndërsa ndau shqetësimin për përfshirje në listat e kandidatëve të personave me precedent penal dhe theksoi se mazhoranca përmes KQZ-s tenton të eliminojë garën në këto zgjedhje në disa zona. Nga ana tjetër, sipas zyrës së shtypit të Partisë Demokratike, Lamberto Zanier deklaroi se do të merren të gjitha masat që vëzhguesit e OSBE-s të jenë prezent dhe të monitorojnë procesin. Ai theksoi se në qoftë se do të shkelen standardet në këto zgjedhje, kjo do të ishte goditje shumë e rëndë në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë.